Këtu jemi me Zenel Fejzën, ju kujtohet nga storja e kalume. Ata Zenel është edhe traktorin tash. Edhe po e shfrytëzon kablën që e ka lidh me akumulatorin e traktorit për me mbush një dritë, e cila ndriçon natën sa mos me min terra dhe për me mush telefonin. Për mush këto. Merë me çfarë harxhimi ka me dheth këto për mush telefonin. Nuk ka rrymë që 25 vite, nuk e din ç'është është jeta me rrymë, domethënë. Haxhi Zenel sot e ka përgatit ankesën. Ju kujtohet herën e fundit Keci, kur i kum çu pyetje na ka thonë me dërgu një ankesë. Për shkak se s'është bo ankesë prej vitit 2017, thonë. Haxhi Zenel e ka përgatit ankesën, tash po shkojmë bashkarisht po e dorëzojmë zyrat e Kecit. Po, deshta me tregu se jemi konë edhe njerëz na ka pranu kërkush këtë kërkesë. Po. Sot na nuk jemi për këto na jemi veç për një bander 2 dhe u kry puna. E kur e ke bo, Para 3 dite. Para 3 dite ke qenë me dërzu. Po, me dërzu, jo s'te ka pranu. S'kam pranu, a? Ja, t'kam lejmru. Edhe s'është vërtet që vej 2017 që s'ka bo, po kemi bo plot se jënë konë 3 herë komisioni këtyne me vërtetu linin. Okej. 3 herë. Qa shkru në ankesë? Drejtuar Kec. Kjo është kërkesa, do me thonë, që po e dorëzojmë tash në Kec. Haxhi Zenel thot se herën e fundit kur ka qenë këtu para 3 dite nuk e kam pranu fare këtë ankesë. Po shkojnë atash bashkarisht tek qyrëm çka po na thojnë. Sigurisht nuk na lojnë me xhiru mrena me kamerë. Albion ti rre këto pret na, mas nej vina ju njoftojna për zhvillimet mrena. Hajde. Bashk me Haxhin Zenel e sigurum këtë dokument, i cili është dokumentet e nevojshme për aplikim për pëlqim parimor. Janë një mal dokumentacione që do të me i përgadit, është 2 faqe kjo kërkesa. Sigurisht na kena me gjetë një ekspert çështjes me komuniku me të dhe me na përgadit krejt dokumentacionin e nevojshëm. Shihemi në storjen e radhës, Haxhi Zenel, au lodhe. Pas pata jo. Ako bona nervoz, ai dëgjove. Po, bone nervoza, vërtet, po du të me morë me qetësi pak, po s'ki faj edhe të pash. A për çka posedojnë, a so herë kanë qenë të une. E vërtet, do më thonë, ata kanë qenë. Më kanë shëtit. E vërtet, po të kuptej. Shihemi në storjen e radhës, tash të kena më mënu me gjithë me bo zgjidhje, me i siguru qëto dokumentacione krejt, edhe me i dorëzu prap në Kec edhe me këshyrë çka po ndodh. Këta na thanë që departamenti i investimeve kur do që vendos me investu në atë pjesë, e adresojnë çështjen, njerë për njerë nuk ka investime në atë pjesë, të këshyrem. Ngam, kejt qëto storjet e mija kishin qenë të pamundëra në teren, mos të kishë qenë posta Izi, posta kryesore në Kosovë, super shpejtësi ndërgesa, edhe delta grup rjeti i pompave me 21 pika në krejt Kosovën, top kualitet derivatet, benzina, nafta, ku do që sheni, heni patut.